Mekjen e mërgjimtarëve dhe numri i lypësve në qytetin e Gostivarit dukshëm është reduktuar. Kjo pasi pjesa më e madhe e lypësve që erdhën vetëm për të përfituar nga prania e mërgjimtarëve, tashmë janë kthyer në vendet e tyre. Mbasi jo vetëm me dëshirën e tyre, por edhe si pasojë një angazhimi më të madh nga ana e institucioneve që merren me këtë problematik. Megjithatë, çështja e lypësve vazhdon të mbetet një temë e dhimbshme në qytetin tonë, ndërsa institucionet po bëjnë të gjitha përpjekjet për socializimin dhe largimin e tyre nga rruga me çdo kusht. Në një kohë kur kriza ekonomike po kërcënon gati çdo shtëpi pa përjashtim, të jesh edhe lypës është e tmerrshme. Fatkeqësisht në rrugët e Gostivarit takon pothuajse në çdo cep persona hallexhinj, të cilët në momentin që janë përballur me zhgënjimin nga çdo lloj përpjekje për të siguruar bukën, kanë zgjedhur opsionin e fundit, atë të kërkuarit lëmosh. Ata shpesh edhe paragjykohen se këtë e bëjnë nga që është rruga më e lehtë për siguruar ekzistencën, por ka shumë prej tyre që derisa e kanë bindur veten për të shtrirë dorën, kanë kaluar në përgjengje të rënda shpirtërore. Është e vërtetë se ka nga ata që lypsinë e kanë shndruar në biznes, duke marrë në qafë kështu të gjithë ata që dolën në rrugën e mëshirës vetëm nga halli. Këtë dallim tashmë kanë bërë përfaqësuesit e policisë që në këtë projekt janë me qendrën për punë sociale në Gostivar, të cilët kanë konstatuar se janë lypsi që vinë nga jashtë ata që kërkimin e lëmoshës e kanë keq përdorur. Por tani me ikjen e mërgjimtarëve, edhe numri i lypsve në qytetin e Gostivarit dukshëm është reduktuar. Kjo pasi që pjesa më e madhe e lypsve që erdhën në qytetin e Gostivarit vetëm për të përfituar nga prania e ardhjes së mërgjimtarëve, tashmë janë kthyer në vendet e tyre. Mbase jo vetëm me dëshirën e tyre, por edhe si pasojë një angazhimi më të madh nga ana e institucioneve që merren me këtë problematik, njofton Muhamet Tahiri nga Qendra për Punë Sociale në Gostivar. Ai thotë se aksionet për dëbimin e lypsve të huaj nga qyteti vazhdojnë, ndërsa me lypsit e qytetit punohet në mënyrë permanente. Kjo është brengë e Qendrës për Punë Sociale që me vite, mirë po tash këtë vit kemi marrë dhe një hap kemi shku më para, domethënë më para organizoheshim me organet e punëve të mbrëmshme. Tash kemi formuar ekip në Qendrën për Punë Sociale, edhe një herë në javë, zakonisht ditave martë, nëse është ditë pazari, edhe del ekipi në rrugët e Gostivarit u hek varrëqen. Gjithë lypsave që janë në komunë Gostivarit, e ato që vinë për komunave të tjera, normalisht se policia i grumbullon edhe i bien tuke ne, edhe vazhdon e procedura institucionale ndaj ative, domethënë bëhet padia çka duhet që me ligj për është kundër lypsave. Tash ka filluar të bjerë fluksi i lypsave në komunën e Gostivarit, me atë që Qendra për Punë Sociale çdo javë bën aktivitet në komunën e Gostivarit. Nuk është shlyja e numër, domethënë është zvogëluar numri, nuk është si më para që ishte ai fluksi që bëshin edhe rreziqe të tjera. Aktivitetet e kësaj natyre do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme si pasojë e përpjekjeve për shërënjosjen e lypsisë, si dhe forma të tjera të kundërvajtjeve apo veprave që kanë të bëjnë me prishjen e rendit dhe qetësisë publike. Gjoba për këtë lloj veprimtarie sillet prej 15 deri më 50 euro. Në kuadër të këtyre aktiviteteve në vende të ndryshme të qytetit të Gostivarit gjatë aksioneve të kaluara janë ndaluar, ndërsa më pas janë dorëzuar në Qendrën për Punë Sociale 10 persona. Në mesin e lypsve ka pasur edhe nga qytetet të tjera si nga Shtipi, Velesi dhe Kërçova, kurse shumica e tyre kanë qenë të gjinies femrore. Ato në të shumtën e rasteve janë kapur duke abuzuar me fëmijë të vegjël, të cilët i kanë detyruar që të kërkojnë mëshirë. Në kuadër të kësaj, organet kompetente kanë kapur në shtetas të Maqedonisë, të cilët janë përballur me akuzë për kundërvajtje, pasi që nga policia e Gostivarit u akuzuan se kanë kryer maltretim ndaj disa personave të mitur, me akuzën se të njëjtit i kanë detyruar me dhunë të dalin rrugëve dhe të ushtrojnë profesionin e lypsve në llogaritë të tyre.